Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur në Shqip në Dritare Televizion. Do vazhdojmë, derisa të lodheni, po unë mendoj që nuk do lodheni kur, me zëra dhe portrete vajzash dhe djemë të shkëlqyer në diasporë. Kemi kohë, prandaj kemi krijuar këtë televizion, që t'japim zë diasporës, e cila e ka zërin e vet, po në Dritare bashkohen shumë zëra dhe krijohet një jehon fantastike, si ajo që kemi arritur deri tani, por do vazhdojmë. Sot është Hans në Albani, i cili flet nga Franca. Mirë se erdhe, Hans. Mirë se ju gjeta, Rudina. Kënaqësi. Ju na shkruajtët, shumë faleminderit. Është diçka që ndodh zakonisht, normalisht. Na shkruajnë edhe ne pa hezitim me njëherë pranojmë. Jeni tashmë në Paris, ku në Francë? Së pari, faleminderit për reagimin e shpejtë që patët në rrjetën sociale ndaj mesazhit. Kënaqësi me morë pjesë në këtë hapësirë. Unë jetoj në Paris të Francës. Dhe atje jeni avokat? Po, jam avokat në fushën e drejtësisë sportit dhe në drejtën penale, i regjistruar në dhomën e avokatisë të Parisit. Sa interesante, edhe theksin e ke të vendit. E ke shumë të bukur. Por po lexoja, po shikoja, ke lindur jo në Francë, ke lindur në Gjermani. Më tregon pak më shumë për rrugën tënde, se gjithashtu thoshe të kam ndjekur. Si më the ndjekur? Je shumë i vogël. Ke pas interes për misione politike? Atëherë, unë kam lind në Gjermani në 93-shin, në qytetin e Oldenburgut, që është në veri perëndim të Gjermanisë. Dhe kam ardhur në Francë në moshën 4 vjeç, i vogël, kur jam shkollu, do me thonë që në kopësht në Francë dhe jemi vendos këtu në Francë familjarisht, do me thonë, që vitet 97, mas hikjes nga Gjermania. Prindrit nga Shqipëria apo nga Kosova? Prindrit janë nga Shqipëria. Nga Shqipëria. Babi është Tiranës, do me thonë, den babaden. Mamin e kam nga Golemi, kështu që nga Shqipëria mesme. Kanë ikur në Gjermani, emigruar në mbas 90-s, si ka qenë historia? Prindrit kanë qenë ndër emigrantët e parë, do me thonë që mas 90-s, në fillim të viteve 90, ikën në Gjermani, imigruan në Gjermani, aty u vendosën disa vite, edhe pastaj zodhen me shku në Francë, do me thonë, edhe aty vazhduam jetën tonë, do me thonë, edhe u vendosëm në Francë në mënyrë, si me thonë, për definitive. Definitive. Aty ti shkove 4 vjeç ndërkaq në Francë, kopshti, me Shqipen, me Gjermanishten, si u ambientove 4 vjeçar, apo gjitha gjuhët bashkë, u bën lëmsh? Me thonë drejtën, unë fliça më tepër shqip në shtëpi kur kam qenë në Gjermani, se Gjermania ka atë sistemin që i ka i qik këto kopshët më vonë, do me thonë. Nuk futesh në qerë dhe që në fillim. Kështu që detyrimisht kam folë vetëm shqip. Edhe në Francë, do me thonë, ka qenë vazhdimësia, gjuhës shqipe, që e kam rujt gjithmonë, do me thonë, kam folë shqip në shtëpi. Edhe aty fillova me mësu gjuhën frëngjishte në kopësht. Ja ku je. Shumë i kënaqur dukesh. Tu është i fotografi kur kam qenë në klasë parë, në fillore, kur futëm fillore. Kam dalë bilës ke shtëpia gjallës këtu, se ka pas, do me thonë, libra, gjona dhe këtu ka qenë, do me thonë, fillimi asaj të interesit për botën akademike, do me thonë, interes gjithmonë për shkollën, sepse që hapët e parë në Francë, gjithmonë kena qenë të frymëzuar me shkollën, ka qenë një detyrim për ne, me i farë mënyre, se është çelësi integrimit, çelësi arritjes me i farë mënyre, kështu që shumë shpejt, do me thonë, u futa në këtë rrymë dhe më pëlqeu, ashtu si që shifti ke fotografia. Sa bukur, më thënë, duhet ta pranojmë që pavarësisht ku shkojmë, ose pavarësisht se mendojmë që do shkojmë dhe dyert janë të hapura, pa çelësinë e dijes dhe arsimit s'ka derë që të hapet kudo të jetosh.
shumë e vërtet, unë me thonë të drejtën, më e men akoma prindit e mi 5 vjeç, 6 vjeç, do me thonë që Hans shkolla, ndërkohë që unë isha fëmijë i vogël, do me thonë, në fund të kopshit, në fillim të fillorës, edhe kisha, do me thonë, si vath në vesh, do me thonë, si gjithmonë tingullote fjala shkolla, dhe aty filloi edhe interesi, se e kam pas që edhe më i vogël, do me thonë, 3 vjeç, 4 vjeç, më pëlqeshin librat, gjithmonë kam qenë i edukum me librat, pa aty fillova kuptova realitetin, faktikisht në shkollë, në fillore, se ku je 6 vjeç, mund të duket i moshe vogël, po faktikisht kompeticioni që aty fillon në shkollë. Edhe mësuesët ta bëjnë që ta ndish këtë gjë, do me thonë në një farë mënyre. E ndjeve do me thënë kompeticionin atë vit. Të mbahet mend diçka nga 6 vjeç, të kujtohet diçka, se ti ishe një fëmijë i ardhur në Paris, me një frëngjishte, besoj, jo të përsosur me njerë. Apo nuk kisha të tilla probleme. Si ishte? Atëherë, kur erdha nga Gjermania në Francë, u vendosëm në qytetin e Nancit. Nanci është në verilindje të Francës, afër Strasburgut. Me thonë Strasburg, Metz, Nanci. Aty do me thonë jeto familja, edhe vështirësitë kanë qenë në fillim kur u futa në kopësht, sepse nuk e disha gjuhën, kalamojt detyrimisht francez flasin gjuhën e tyre në shtëpi, në shkollë, krijojnë lidhje më kollaj, do me thonë, edhe ajo faza ka qenë një çik ajo vështirësia në fillim në kopësht, po kur arrita në fillore pastaj, kur u futa që në klasë parë, aty isha shumë i përgatit, edhe që në fillim do me thonë me rezultate të shkëlqyeshme, me dëftesa, me flet lavdrimi, që i themi ne, me flet lavdrimi. Edhe aty subote më fjalë për shembull për gjuhën pastaj, aty isha e zotrosha shumë mirë gjuhën, aq për moshën time, do me thonë. Edhe kompeticioni ku më pyete si unite që ku merrshe notët për shembull, që shifshin për shembull nxënësit çfarë note kisha, u krahasoshin, ose më e men edhe që për shembull i dalloshin nxënësit me rang, për shembull rangu parë, rangu dytë, rangu tretë. Rangu parë ishin nxënësit më të mirë, rangu dytë, rangu do me thonë nxënësit mesatar, rangu tretë me çik më vështirësi. Edhe vetë mësuesët boshin këtë dallim, kjo më boni përshtypje, me thonë drejtën. E bonin hapur. E bonin hapur, ekzistonte kjo gjë. Kështu që kjo të detyrote me mësu akoma më tepër që shkoshe ke rangu parë, do me thonë, se ishte ajo gjithmonë. Se lëshove rangun ti. Po fal, po prindrit me çfarë merreshin ndërkohë? Ndërsa ti përpiqeshe për rangun e parë. Prindrit në fillim, do me thonë, Franca ka këtë sistem që ku je në pritje të letrave, nuk e mundësi pune, do me thonë, në mënyrë zyrtare. Kështu që në fillim janë mundu me sakrificë ashtu, edhe pastaj kur morëm letrat një fjalë aty, fillun punun, u futën, u integruan shumë shpejt nëpërmjet punës, babi në mjedisin e sigurimit, kurse mami në mjedisin e restauracionit, do me thonë, të kuzhinës. Me sakrificat e tyre, patjetër, sigurisht. Sakrificat e tyre, do me thënë, arritet se fëmijët ndonjëherë nuk është puna që si mbajnë mend, po si kanë kuptuar fare, nuk i kanë parë, ju është dukur normalitet, që prindrit janë të lindur të sakrifikojnë, fëmijët janë të lindur të jetojnë. Duket si normale. Patjetër që i mbaj mend, sepse si fëmija parë, ne jena 4 vëllezër në shtëpi, si fëmija parë kam pas përgjegjësi sigurisht gjithmonë, më kanë folë edhe hapur, do me thonë, i kam djeg gjithë hapat e imigrimit, çdo vështirësi, edhe këto gjonat sigurisht që më kanë sensibilizu, do me thonë, i kam djeg nga afër, a këtu dhe fotografin me vëllezit. Jeni 4 vëllezër? Po. Wow, qa më rekullie. Do me thonë, mami në përpjekje për të bërë goca, apo se kishe fare në plan goca? Donin vetëm çuna në familje. Vetëm çunën. Sa bukur, yjet gjithë. Faleminderit. Jeni të gjithë në Francë tani? Po, jemi gjithë në Francë.
Vllai i dytë Fabiani, ai që është djathtas komplet të fotografisë, ka marrë shkollën për ekonomi dhe financë dhe sot e kësaj dite punon në një fond investimi në Luksemburg. Gjithmonë ka qenë ajo edukata me i frymëzu edhe vëllezit me shkollën, sigurisht, patjetër. Nuk ishte një iniciativë individuale, po sigurisht kolektive. Leonardo që është komplet djathtas, edhe Leonardo ka marru në mënyrë suksesshëm shkollën për biznes dhe punon në Luksemburg. Në biznes ndërmarrje punon. Ka qenë edhe bilës lojtari i kombëtarës shqiptare U17 para disa vitësh, ka qenë një grumullum ke Tropikali, se ka pas një farë karriere në mjedisin futbollistik. Kurse i vogli Brooklyn është nxënës i shkëlqyeshëm në 8 vjeçare. Sa bukur. Në klasë 8 Brooklyni dhe është bon pjesë domethënë ke elita futbollit francez, sepse Brooklyni lun ke skuadra e Nancit, që është skuadër profesioniste, po ndërkohë është edhe pjesëtar i si më thon, është një ndërtesë e Ministrisë Sportit francez dhe i Federatës Franceze të Futbollit që përzgjedh elitat e çdo krajine. Kështu që bën pjesë ke kjo shkolla futbollit, domethënë elitar, edhe është edhe pjesëtar i klubit Nancit. Po do kemi rast ta intervistojmë atëherë me sa duket kur kaloj ca kohë. Do kemi të reja. Apo nuk do të vazhdoj me karrierën profesioniste, do të fut në futboll. E ka vetëm për hobi tani. E ka me pasion dhe pretendon domethënë të vazhdojnë në mjedisin profesionist në futboll, domethënë e ka si ambicion, sigurisht. Dhe pse jo me mbështet në këtë rrugë. Mrekulli. Ndërkaq ti vazhdove në Paris, ti shkove në Paris për të punuar. Po, me sa duket edhe ti afër sportit, domethënë ka diçka në familje që u çoi drejt sportit me një sy ande, çfarë ka nga familja? Ne faktikisht që na mor gjithmonë me sport, me futboll, që në moshën më të vegjël domethënë na kanë shkruajtur në për shoqata sportive. Aty jena zhvilluar nëpërmjet sportit, sigurisht. Gjithmonë e kena praktikuar. Sa përket meje domethënë vjen një moment ku duhet me bëj zgjedhje dhe sigurisht zova botën e shkollës, botën akademike, se aty pash që për veten time kishte, si më thon, më tepër mundësi. Edhe u shkollova në Nancy. Aty bona gjithë shkollimin tim akademik, mas gjimnazit, zolla me integru fakultetin e drejtësisë, juridikun në Nancy. Aty domethënë u diplomova në fillim me një master 1 në drejtësi privat shkencë kriminal. Pastaj vazhdova masterin e dytë e bona për procedurat, gjithë procedurat gjyqësore. Edhe pastaj zolla me u challengeu akoma më tepër, domethënë thash pse jo, me shku deri në doktoraturë. Ja, këtu është i fotografi kur mbrojtja doktoraturën, domethënë, bona i doktoraturë në fushën e drejtësisë sportit. I doktoraturë e gjatë, 4 vjet e gjys, e financuar nga Komiteti Olimpik e Sportiv francez dhe nga Ministria e Sportit francez, ka qenë një doktoraturë shumë praktike. Edhe domethënë gati 12 vjet e gjys shkollë, domethënë 12 vjet e gjys shkollë të lartë në Nancy. Kjo është ceremonia kur mbrojtja tezën, domethënë përballë një juri profesorësh që janë ekspertët më të mëdhenj në fushën e drejtësisë sportit dhe penalista. Kjo ishte morja e diplomës të doktoraturës, Dhe mund të në qoftë se duhet me specifiku i çik te projektin e doktoraturës, mund ta flasim i çik më vonë, ose tash si Më trego, me kënaqësi. Doktoratura zolla me zhvillu në fushën e drejtësisë sportit dhe drejtësisë penal. Pse në këtë fushë? Sepse kam dashur me përputh pasionin e sportit me interesin për drejtësinë, domethënë. Sepse duke e ditë se doktoratura është një rrugë e gjatë, shkencore, kur kërkosh shumë investim, thash
pse jo me e bë në një fushë që të pasiono me një farë mënyre, me lehtësu atë vështirësinë e kuadrit, domethënë. Edhe prandaj zodha me e bë në fushën e drejtësisë sportit. Edhe në momentin kur më përzodën, më dhanë drejtën me bë doktoraturën, ishin 3 opsione që u ofroshim për të financuar këtë doktoraturë. Opsioni i parë ka qenë financim drejt për drejt nga universiteti. Do me thonë që universiteti financon doktorantin për 3 vjet, një kontratë 3 vjeçar në fillim, që rinovohet më pas. Edhe doktoranti do me thonë zhvillon doktoraturën e vet, kërkimet, dhe ndërkohë paralelisht jep leksione, për shembull leksione seminar të shkurtër, do me thonë. Po ka një financim nga universiteti. Opsioni i dytë që u ofrote ishte një financim nga një ndërmarrje. Do me thonë që doktoranti është i punësuar nga një ndërmarrje që i shef një interes të financoj doktorantit për zhvillimin e një tezë në një fushë të caktuar. Dhe paralelisht me fjalë doktoranti ka drejt sigurisht me dhënë edhe mësime në universitet. Rudina më ngjo? Po, dëgjoj shumë mirë. Po. Okej. Kurse opsioni i tretë ishte s'ka financime se nuk e ke si me thonë dosjen të mjaftueshme me pretendu financime, edhe do detyrohesh me punu si pjesë, do me thonë që duhet me caktu doktorantësh që fatkeqësisht nuk kanë financime as nga shkolla, nga universiteti, as nga ndërmarrje, se s'kan arrit me gjë ndërmarrje që kishin një farë interesi me i mbështet, dhe punojnë në për restorante, në për dyqane, në për kështu më u financu vetë, domethënë. Po shumë e vështirë. Dhe shumica këtë mënyrë gjën. Paka shumë i pjesë të rëndësishme edhe financohet vetë, domethënë. Mu më këshillun profesorët me zgjedh opsionin e dytë, me u financu nga një ndërmarrje, sepse do mjipte mundësi me qenë shumë afër realitetit, dhe jo vetëm teorik, po me punu shumë afër aktorëve të sportit, domethënë. Dhe ka qenë një rrugtimi shumë i gjatë me gjetë një ndërmarrje, me u financu. Pata shansin, si me thonë, me u njoft në një summit politik me një person që sot e kësaj dite është shefja kabinetit e bashkiakut të Nancit, që më adresoj ke përgjegjësit e Ministrisë Sportit në departament. Sa mirë, do më thënë dite ku të trokasësh që të kërkosh ndihmë. Bravo. Që është një diçka shumë e mirë, do më thënë, të dish të kërkosh. Fiks, shumë e vërtet. Kishte ajo një koleg, një mik inspektor, do më thonë një inspektor në Ministrinë e Sportit, që ishte shef departamenti në krajinën e Nancit, do më thonë. Edhe shkova ke ajo zyrë, prezantova profilin tim, punimet e mia, do më thonë atë projektin doktoral, atynve i interesoj, do më thonë sepse Ministria ka prioritet me luftu kundra dhunave në fushën e sportit, dhe ndërkohë unë tema që kisha zgjedh ishte përmirësimi i trajtimit e çdo dhune në fushën e sportit. Super. Dhe u përputhën interesat, si me thonë. Dhe Ministria e Sportit më orientoi ke Komiteti Olimpik, që u bën ndërmarrja që financoi projektin tim në bashkëlidhje me institucionet shtetërore, domethënë. Shkëlqyer, pra një hap i rëndësishëm për ty, ku ja dole vetë. Ka qenë shumë sakrificë, me thonë drejtën, 4 vjet e gjys, sepse ka qenë një punë kolosale me vënë në muzikë çdo aktor të sportit, me aktorët shtetëror, policin, gjykatën, inspektorët e Ministrisë Sportit, që nuk punoshin njënin me tjetrin, nuk ishin këtë zakon praktik, kishin shumë pak akses ke federatat e sportit. Dhe fakti që u implikova, si me thonë, në këtë fush, ka qenë për ato një mënyrë mi fjalë me u lidh, se kjo ka qenë me i farë mënyre detyrimi im me kriju, me konceptu një plan regional të përbashkët me luftu kundra fenomenve të dhunshëm në fushën e sportit. Edhe kam qenë me i farë mënyre konceptori dhe
artigjani, domethënë ustallari i kësaj të politike rajonale. Ustaj kësaj politike, Ustaj. I cili kur mbaroi, shumë mirë, s'ka që dhe ustalla I themi, me vërtet. Dhe kur mbarove pastaj doktoratura jote I përkiste atyre. Atëherë, doktoratura rri sigurisht prona ime, sepse është pronë intelektuale drejtat e autorit, por ideja ka qenë që të shërbete politikat publike shtetërore franceze, që të merrshin, domethënë, shtetje ke rezultatet me zhvillu politikat e tyre për të luftuar dhunën në sport, me fjalë për të përmirësuar trajtimin e dhunës në sport, qoftë trajtimi shtetëror, po qoftë trajtimi nga federatat e sportit. Po dhunë për çfarë për shembull? Dhunë në fush, dhunë verbale, dhunë nga tifozëria, dhunë për cilën lloj dhune flasim? Atëherë, janë dy gjëra që duhet me dallu. Objekti I tezës ka qenë dhunët me dashje midis sportistëve. Kur kanë dhunë mes njëri tjetrit, po. Qoftë në fushë, qoftë jashtë fushë, domethënë. Po objekti politikës, domethënë gjithë aksionet që zhvillosha gjatë këtyre 4 vjetë e gjys, bashkë me shtetin, bashkë me federatat, me Komitetin Olimpik, ishte aksion global që përfshinte çdo lloj dhune, seksuale, intimiduese, verbale, fizike, sepse politika ishte më e gjatë, domethënë. Kështu që në terren punosha për çdo lloj formë dhune. Kurse për gjatë tezës u përqendrosha vetëm ke I dhunë e caktuar, dhuna midis sportistëve. Midis sportistëve. Duke punuar për doktoraturën, u habite sa shumë dhunë kishte në këtë fushë, apo u habite që nuk kishin rregulluar situatat, nuk kishin të rregulluara ligjërisht mirë? Çfarë të habiti më shumë? Çfarë mësove më shumë? Me thënë drejtën, ka qenë çdo gjë e filluar nga fillimi, se Franca në atë moment, aty shteti francez, Ministria e Sportit, nga 2018-2019 filloi të ushtrote një politikë të serioze ndaj dhunave në sport. Kishin pak akses ke federatat, sepse federatat pak a shumë u rregulloshin vetë me farë mënyre, me pak kontroll shtetëror, kështu që shumë dhunë ka pas, unë kam bërë shumë audite, domethënë kam audicionu shumë federata bashkë me njerëzit e shtetit, duke edhe aty kuptoshim që çdo disiplinë që audicionoshim ishte e prek me sigurisht nga dhuna në sport, edhe kishte shumë pak vegla me arrit me e paranalu ose me e trajtu, me e sanksionu dhunën, kur edhe kjo ka qenë gjithmonë ideja me arrit mi fjalë, me thonë që ne mund të punojmë me ju federata sportive, bashkë me shtetin, bashkë me Komitetin Olimpik, për t'ju dhënë ju çelësat e dur mi fjalë me arrit me trajtu dhunët në për komisionet disiplinës, me bë edhe lidhjet me organet shtetëror kur janë dhuna për shembull që kanë një ngjyrë koloracion penal, domethënë që mund shkojnë edhe në gjykat penale, ose që mund të jenë nga kompetenca I prekin kompetencën e prefektit. Prefekti për shembull që ka drejt me paranalu tifoz për shembull, shkrim tifoz I nalon me shku në stadium, qofse në rast të sheri në kuadrin e sportit, domethënë ka këtë kompetencë prefekti. Kështu që kjo ka qenë gjithmonë ajo synimi objektivi. Pra, doktoratura e duar trokitur. Dhe bëre atë çfarë doje, a dole? Po, mbrojtja më në fund doktoraturën në dhjetor të 2023-shit, përballë drejtoreshën e sportit, ka qenë pjesëtar aty eksperte të juristë të Ministrisë Sportit, që ka qenë e emëruar nga ministri për të luftuar dhunën në sport në Francë, domethënë ka qenë pjesëtar aty. E mbështeta me sukses dhe mas kësaj të rrugës të doktoraturës, aty vendosa domethënë me u spostu me shku në Paris për të vazhduar akoma këtë rrugtim në mënyrë profesionale, sepse bona atë, si me thonë, zgjedhjen me integru shkollën e avokatisë në Paris. Kështu që integrova shkollën e avokatisë në Paris. U formova në këtë shkollë gati 2 vjet. 2 vjet. Vazhdoi shkolla domethënë.
Vazhdoj akoma, se ishte pak do me thonë, nuk ishte mjaftueshëm. Edhe do me thonë shkova në shkollën e avokatisë të Parisit. Aty ishte një formim të shkëlqyeshëm, do me thonë, se Parisi është shkolla e avokatisë Parisit, është shkolla më voluminoze, do me thonë, me më tepër volum në gjithë Evropën, që ka më tepër avokat, që formon më tepër avokat në Evropë, është shkolla e avokatisë në Paris. Aty do me thonë është AIK me i farë mënyre, edhe 6 muaj ka qenë kurse praktike në shkollën e avokatisë, një shkollë e mrekullueshme. 6 muaj ka qenë praktik në një institucion, edhe aty pata shansin me integru Ministrinë e Sportit. Drejtoresha që ishte pjesëtare e juristezës kërkoi, do me thonë, që t'integroshe Ministrinë e Sportit me më punësu, do me thonë, kam qenë një punësum aty, u kthy nga stazh, u kthy në punësim, edhe kam qenë, do me thonë, ekspert ligjor për çështjet juridike dhe gjyqësore të Ministrisë e Sportit. Ja këtu, do me thonë, zyra Ministria e Sportit. Zyra parë. Zyra parë. Mbas kaq viteve shkollë, kjo është zyra e parë. Mas kaq vite shkollë, kjo ishte ajo zyra parë, do me thonë, në Ministrinë e Sportit. Edhe rezultatet e doktoraturës bilës u përdorën shumë me reformu kodin e sportit francez. Do me thonë, kjo ka qenë ajo ideja synimi, jo me bëj doktoraturë thjesht për doktoraturë, po që nesër pas nesër të shërbete, do me thonë, të shërbete shtetin, federatat, edhe konkretisht shërbeu, do me thonë, sepse rezultatet ishin mjaftueshme për të përdorë me riformu politikët shtetërore francez. Mas këtynve 7 muaj ke Ministria e Sportit, kisha një stazh të detyrueshëm në kabinet avokatie. Edhe aty u formova ke një kabinet shumë i njohur në fushën e sportit në Paris, domethënë, kabinet parisian. Një eksperiencë shumë formuese në fushë të ndryshme, të sportit biznes, të sportit institucional, me dosje të nivele shtetëror të rëndësishëm, domethënë ku u lushin në interese të larta, edhe më formoi shumë kjo gjë. Më formoi shumë. Edhe pastaj ka qenë tregut shpar ajo fotografia betimit kur kalova provimet herë, mas kësaj periudhe 18 mujorëshe ishin provimet e daljes të shkollës, që sigurisht do me thonë kalova dhe mora me sukses. Edhe kjo diploma më dha drejtën, do me thonë, me u shkrujt në dhomën e avokatisë të Parisit në Francë, aty do me thonë ku në mënyrë zyrtare bona atë betimin ka qenë me 15 dhjetor 2025. Betimin si avokat? Betimin si avokat aty. Nuk e dija ke foto, se dija ke dërguar foto, po që se e tregut çfarë? A kemi një foto të këtij momenti, po që se kemi, shumë bukur do ishte. Ja këtu. Këtu është betimi. Jo, këtu në shkollë. Jo, këtu është betimi këtu. Betimi këtu, okej. Prandaj është ajo papioni, kostumi. Këtu është betimi ke dhoma apelit të Parisit, do me thonë. Qa kam basteje? Është një monument që ke prerë kokën, kështu që nuk arrita shikoj, ndoshta është foto e prerë. Ajo është një statu të një avokat, do me thonë, që ka qenë i njoh historikisht në Paris, do me thonë, edhe është simbolike më tepër. Dhe këtu pastaj more bekimin edhe të ti, edhe të shkollës, edhe gjithë përpjekjeve për të futur në këtë rrugë përfundimisht. Këtu është fundi i shkollës, apo tani ke prap? Këtu është fundi i shkollës, do me thonë, këtu është fundi i shkollës, këtu është ajo akti zyrtar, fillimi integrimi profesionit, do me thonë, që atë ditë me 15 dhjetor fillon të ishte dita pare punës, si avokat, do me thonë, i regjistruar në Paris. I avokat i regjistruar në Paris, tashmë. Po. Punon në një zyrë avokatie, je ku? Atëherë, në fillim, bona zgjedhjen të punoje për veten time. Në fillim. Bravo. Praktikisht është angazhim
është sakrifismi, është challenge I lartë, është challenge, sepse je në natyrë, do me thonë je vetëm, I lë shumë në natyrë, edhe në një qytet si Parisi, kryeqyteti me fjalë ku është zemra ekonomike e Francës, që ka sigurisht vështirësitë e veta, bryrët, konkurenca lartë midis kabineteve që janë implementuar aty për kohësh. Gjithsesi, bona zgjedhjen me ushtru vetë në fillim, sepse gjatë doktoraturës pata mundësi me zhvillu edhe I rjet interesant në fushën e sportit. Kontaktesh. Dhe pata edhe mundësi me u njoftë me I rjet, do me thonë, në I rjet shqiptarësh që kanë lidhje me sportin, paka shumë, do me thonë, me ambasadën shqiptare në Paris, kur mora pjesë me një mbrëmje që ka qenë për festën e ditëlindjen e pavarësisë. Edhe avash do me thonë, pash mundësi si me u zhvillu. Po do t'i mas disa muajsh, do me thonë, është një kabinet shumë I njoft në Paris edhe në Lyon, që më propozoi me bashkë kolaboru, do me thonë, në fushën e drejtësisë sportit, dhe pranova, me thonë drejtën, pranova sepse është I kabineti shkëlqyshëm, që përbohet nga një avokat që ka 35 vjet eksperiencë në fushën e drejtësisë sportit, dhe një profesor universiteti që është edhe profesor edhe avokat në fushën e drejtësisë sportit, bidos ka qenë edhe ke juria tezës time, ai profesori. Do më thonë të kanë piketuar qysh kur të shikoni në shkollë. Ka mundësi, do më thonë, edhe ky propozim nuk u refuzote, kështu që pranova, edhe sot e kësaj dite punoj edhe ke ky kabineti, po gjithmonë duke zhvillu edhe, do më thonë, klientelën time. Bravo. Do më thonë, në këtë moment je përsëri në dy punë, edhe jotja dhe ajo që do të zhvillosh, por je edhe në këtë. Dhe çfarë bën në të dyja? Bën të njëjtën gjë apo te kabineti yt ke të tjera angazhime? Më falë, pati shkëputje. Pyetja? Pyetja ishte në të dyja këto kabinete, pra dhe atje ku je I punësuar edhe tek yti, bën të njëjtën gjë, zhvillon të njëjtën apo punon në mënyra të ndryshme? Atje për sportin, këtu për të tjera, si avokat. Atëre, ky kabineti me qim bashkë kolaboroj, është një kabinet I specializuar në fushën e drejtësisë sportit, drejtësisë biznesit, drejtësisë sportit e drejta penale. Kështu që paka shumë është një kabinet që ka një fushë të lidhur drejt për drejt me fushën time. Do me thonë, punoj me dosje në lidhje me sportin, ke ky kabinet, po edhe unë nga vetja ime, paralelisht, në kuadrin të zhvillimit të klientelës time, mund zhvilloj edhe klientë të tjerë në fushën e sportit që o mund t'i sjell ke kabineti, o mund zgjedh me I do me thonë me I zotru vetë, dhe mund punoj edhe me çështje penale të tjera që s'kan detyrimisht lidhje me kabinetin, do me thonë. Që s'kan lidhje me kabinetin, por kanë lidhje me sportin. Që ose lidhje me sportin, ose pa lidhje me sportin, për fushën penale, për drejtën penale, për shembull. Ndërkohë, ajo që shkruaj dhe më ngacmoi ishte që do doje, do me thënë, ndjek emisionet tuaja politike me vëmendje që është fëmijë, vlerësoj stilin e gazetarisë, pashi moderuat një panel në summit, dëshiroj të dëshmoj për të ofruar mundësi dhe ekspertizën time shtetit shqiptar në fushën ligjore, shkencore, arsimore dhe politika shtetërore sportive. Kjo më ngacmon. Kjo më pëlqen shumë. Momenti kur bëni gjëra të mëdha, bëni gjëra të rëndësishme, dhe një sy e keni nga vendi, ku edhe pse s'keni lindur, se nuk e lindur në Tiranë, apo jo? Jo. Po gjithsesi e ke andej, është Tirana shjotja, është në gjuhën që flet, është në ADN-n tënde. Dhe ti do t'i hapësh një dorë. Si e mendon? Je ofruar diku, ke pasur, ke krijuar lidhje, çfarë ke bërë? Çfarë do mendon që bësh? Unë sigurisht gjithë këtë eksperiencë që kam I zhvillu këtu në Francë, ka qenë edhe një dëshirë me kontribu për venin të familjes time, do me thonë. Venin që kam ke origjinat e mia, sigurisht.
Është gjithmonë kjo dëshirë, besoj çdo shqiptar mund ta ketë këtë dëshirë, çdo person që është të diasporës ose mërgjimtarët pashme i moment që i quajë, domethënë ishte kjo term që ishte përdor, diaspora, mërgjimtarët, pak rëndësi ka aksion konkrete me fjalë që mund zhvillohet. Çdo shqiptar mund ta ketë këtë dëshirë me kontribu për vendin për vendin. Çfarë demarshësh mund të kem bë për këtë gjë? Unë pata mundësinë me u njoft me ambasadorin shqiptar në Francë, domethënë. Kjo ka qenë hapja parë që kam bë kur më ftoi me një rast për pavarësinë e Shqipërisë. Aty shfaqen, si më thon, atë jam i hapur sigurisht për të pasë si mund ndërtoj mur midis Francës edhe Shqipërisë, se Franca ka shumë gjona për t'i dhënë Shqipërisë, sigurisht, në këtë fushën e sportit, politikat publike shtetërore, dhe ku më mirë se me i person mi fjalë që njeh edhe Shqipëri, domethënë edhe Francën sigurisht që është ekspert i referuar nga Franca në këtë fushë, po që ka sigurisht edhe njohjen e realitetit me i farë mënyrë në Shqipëri. Bona këtë hap, domethënë një takim. Sot e kësaj dite nuk kam pas kontakte të tjerë, domethënë nuk kam pas treja ose kontakte të tjerë për këtë gjë. Bilës kabineti ku punoj unë, ne kena punojmë shumë me reformën e administratave të shtetet të botës. Për shembull, ky profesori është ekspert në drejtësi publik, drejtësi sporti, edhe ka punu shumë me shtete në Afrikë, ku ka një u qeverit me reformu administratat, qoftë në fushën e sportit, qoftë jashtë fushës të sportit, në Afrikë, në Azi, edhe para pak ditësh Bilës më pyeti sepse në kuadrin të aktivitetit tim bëna një demarsh me një krajinë të Francës, që është krajinë detare të Francës, nuk mund ta citoj domethënë për arsye konfidencialiteti. Edhe me pas se si mund punojmë me këtë krajinë detare franceze për të reformuar administratën në fushën e sportit. Edhe ato shfaqën direkt interes me një mu në fushën e politikët publike shtetërore, qoftë për trajnim, me trajnu agentët të administratës, po qoftë me trajnu federatët, për shembull, drejtuesit e federatave në disa pika të fushës sportive, domethënë. Edhe kur pata i bisedë me këtë koleg kabinet, më tha, unë kam qenë në Shqipëri, tha. Kam shku me pushime në Shqipëri, tha. Po Shqipëria, mendon se mund bëhet diçka, domethënë, a mund punojmë me shtetin shqiptar në... I thash, edhe unë qef kam, pse jo? Po preste nga ambasadori. Po preste, domethënë, do të kemi... Bëre shumë mirë, Hans, që doje të flisje në dritare, se ke iden sa mirë bëre. Ne në dritare, mbase nuk të çojmë dot atje ku ju doni të shkoni, po të paktën hapim dritaren që ju të flisni, të dëgjojeni, dhe pastaj hapet porta. Kjo është e sigurt. Prandaj bëre shumë mirë, dhe shumë mirë që nuk heq dorë se kërkuari të kontribosh në Shqipëri. Po s'kontribuat ju, ne nuk do reformohemi kur, dhe ne po s'u reformuam, do na ikin edhe më shumë djepë dhe vajza, siç kanë ikur, edhe ata në barkë mamit, edhe ata që lindën andej, edhe ata që janë rritur apo ikin. Kështu që ne kemi nevojë për ju që jeni atje. Është sigurt, është shumë e sigurt. Me thonë drejtën, është një kontribut në mënyrë shumë modeste, sepse këtu duhet me qenë edhe, me thonë, realist. Nuk është ideja me u duk si shqiptarët e jashtëm që e zejmë do mësojnë shqiptarët e vendit, se nuk duhet duket kur në këtë mënyrë, domethënë se që të bashkëpunojnë, që të ketë sens kjo samiti i diasporës, duhet sigurisht që zakonët, të praktikat midis njerëzve të jenë të shtruar, domethënë që të ketë një energji të përbashkët, edhe pa keq kuptime midis njerëzve. Unë aq në nivelin tim, domethënë në mënyrë modeste, sigurisht që jam komplet i hapur për të kuptuar se si e zejmë është realiteti i administratës sportit shqiptar, se sigurisht duhet me kuptu
edhe duhet me kuptu vendin. Nuk është vetëm me importu një model nga jashtë edhe me implementu në Shqipëri, sepse nuk funksionon ashtu për mendimin tim. Duhet gjithmonë të kuptohet realiteti i vendit. Për shembull, ka pas shumë raste dhe mund të diskutojmë kur delegata shqiptare shkojnë jashtë edhe shohin se si mund të në disa fusha, për shembull në fushën penale, mund të reformohet sistemi penal shqiptar duke marrë nga jashtë. Po muhabeti është se sistemi penal e zem në Francë, në disa pika mund të jetë i kritikuar, qoftë nga doktrina, nga profesorët e universitetit, që janë specialist penalist, qoftë nga avokat, qoftë nga gjyqtar, sepse ka kufizimet e vet. Edhe sistemi francez është i ndërtuar me filozofinë franceze, me nevojat e Francës. Ne duhet me marr parasysh nevojat e vendit shqiptar, edhe me kuptu realitetin e Shqipërisë, ndërtimin e vendit shqiptar, edhe me pa si i ligji jashtëm, domethënë një sistem i jashtëm mund përputhet, mund të kontribuojë me përmirësu ose me mbështet një fjalë një realitet në Shqipëri. Se me marr çdo gjë kështu, si më thon, me bë kopi pas se si me kopju komplet një sistem ligjor edhe me njët në sistemin shqiptar, ashtu nuk është. Edhe ne jemi shqiptarë, do me thonë, të diasporës që janë si puna me fjalë që kanë zhvilluar një ekspertizë në një vend të caktuar, Francë, në Angli, në Itali, kudo. Edhe që gjithmonë kam pas lidhje me Shqipërinë, sepse unë gjithmonë çdo verë po thuj se në Shqipëri kam shkuar me pushime, kështu që Shqipën e fol që i vogël, emisionet i kam pa, ty të kam pa që ku kam qenë 8 vjeçare ku animoshe, regjizoshe, do me thonë emisione politik, atë të thash do me thonë në mesazh ku kthesha nga stërvitja në darkë, ishte emisioni jot do me thonë edhe duke pa, duke komentu, duke ashtu, kështu që ne gjithmonë kena pas këtë interes, sigurisht. Kështu që kjo energji të shërbej për mirë, do me thonë, në vendin shqiptar, edhe akoma më shumë ku je i person që mund sjellësh shumë, do me thonë, që ke i farë ekspertizë dhe punon në një mjedis që është një mjedis ndërkombëtar që kanë eksperjenca ndërkombëtare me shtete. Kështu që patjetër. Ishe në summit apo e ndoqe online? Jo, s'pata mundësinë me thonë drejtën. Kam qenë një zonë me punën, qef do kisha, po kam qenë aq i zonë sa që s'kisha mundësi. Po mund ta përgatisim për vitet e ardhshme dhe për por e ndoqe online, kishe interes ta ndiqje? Ndiqja disa fragmente, do me thonë, pash, do me thonë, disa fragmente aty, edhe besoj se është një iniciativë shumë interesante, patjetër. Shqiptarët shkëlqejnë gjithanej në botë, do me thonë, janë studenta, janë punëtor në çdo deg të punës, qoftë puna teknike, puna intelektuale, që gjithmonë japin më të mirë në tyre në vendin ku jetojnë. Kështu që pse jo këtë energji që japin anej, kur duan edhe me investu në Shqipëri, pse jo me jalon këtë mundësi, do me thonë. Se kjo besoj profiton edhe shtetin shqiptar, është profitues për shtetin shqiptar, do me thonë. Pra ka ardhur koha që t'i drejtohemi njerëzve që duan të investojnë, jo vetëm në investimin familjar, duke dërguar të ardhur armitanca, jo vetëm në investimin infrastrukturor, duke dashur të ndërtojnë veprat mëdha në Shqipëri, por sidomos në investimin e dijeve, në investimin e njeriut, në investimin e dijeve në këtë vend, për t'ia dalë që të përshtatin më shumë se sa të përkthejmë, siç jemi mundur ne të bëjmë deri tani të sistemeve, tani t'i përshtatim në Shqip. Por këtë kush më mirë se ju mund ta bëni që jeni shqiptar, edhe pse punoni, jetoni dhe i përkisni, keni pasaportën e atij vendi, vendit ku jetoni. Por keni dashuri për këtë vend këtu. Nuk e di, vjen shpesh për atë, vjen shpesh për pushime në Shqipëri. Vazhdon. Ka shtëpi, ka kujtime, ka kushërinj këtu, çfarë ka?
Shqiptarët kanë zakon, domethënë që në verë kthejnë gjithë në Shqipëri, mblidhen ne në plazh në Golem. Domethënë sigurisht në Golem kanë njerëzit e Mamit, domethënë që janë nga Golemi, po edhe ne kena një investim anë, një si më thonë ku jetojmë, ku rrim për verë, gjatë verës. Kështu që gjithmonë kena qenë të lidhur me Shqipërinë. Gjithmonë edhe këtu në Francë për shembull, kur kam pas shansin me përfaqësu Francën në një semin ndërkombëtar në Akademinë Ndërkombëtare Olimpike, më përzolli Franca në një seminar në lidhje me diplomacinë olimpike dhe paqen në sport. Ka qenë në 2019 kur kam qenë në fillim të doktoraturës. Më përzolli, shkova përfaqësova Francën, po kur u ktheva nga kjo eksperiencë e bukur, më ftoi presidenti i Këshillit Rajonal në një summit që vete në dukje shkëlqimin e rinisë franceze, domethënë në disa fusha të ndryshme. Edhe aty kur u prezantova në fillim, thash sigurisht u prezantova shtetas francez, po me origjinë shqiptare. A kupto? E thu me i farë, domethënë krenarie, se me qenë vetvetja domethënë gjithmonë. Edhe gjithmonë kam qenë në këtë perspektivë, mi fjalë, me u mundu si mund krijojmë, edhe ku kam diskutuar me ambasadorin ose me diplomat të ambasadës shqiptare në Francë, i kam propozuar edhe disa projekte tjera, me thonë drejtën, në lidhje me zhvillimin e frankofonisë sportive në Shqipëri. Sepse Franca para disa javësh kishte montuar një emision për lidhje me frankofoninë në Shqipëri, që kishte difuzu një kanal i njohur francez Arte, që quhet, edhe quhet Frankofonia me këto aleancat franceze që janë në Shqipëri. Edhe unë i thash ambasadës, pse jo mi fjalë me u lidh me Ministrinë e Sportit, që ka një departament të caktuar për frankofoninë sportive, edhe me eksportu këtë frankofoni sportive ke këto aleancat ose ke shkollet shqiptare që duan me mësu frëngjishtën, gjuhën frëngjishte, po nëpërmjet sportit. Për shembull, a kuptoj një ide ose ideja tjera në lidhje me fushën akademike. Më kanë propozuar shumë profesor me kriju lidhje me universitete shqiptare në fakultetin e sportit, për shembull. Vërtet? Unë patjetër. Unë pata edhe këtë shans me thon drejtën kur kam qenë në doktoraturë. Shumë herët mu dha mundësia me qenë profesor universiteti, jipsha leksion magistral midis amfiteatra 300 veta, 300 studenta, që ishin gati pothuajse pak më trisë se mu mi fjalë, pak a shumë, ishin ato eksperiencat e para, edhe gjithmonë jam angazhu në mësimdhënie në universitete, edhe mor pjesë në disa shoqata kombëtare në lidhje me sportin, ku ka shumë profesor universiteti, edhe më thënë ne kena buxhet me punu me Ballkanin për shembull. Do ishte mirë të shifshim me kriju diploma midis dy shtetëve, diploma ose me marr student nga Shqipëria, doktorant, me i sjell në Francë, me i dhënë një bursë merite për shembull. To janë propozime, e kupto? Ose me organizu konferenca. Unë kam pas atë birës edhe kanë qenë doktoratur të drejtuesit e tezës që janë penalist edhe ekspert në drejtësi mjekësore. Më thanë do ishte një me shku në Shqipëri me bëj konferencë bilaterale, si me thonë, tashi mundësit janë, duhet vetëm që të ketë vesh që dëgjojnë. Por unë të sugjeroj mbas kësaj që bëm bashk, e cila do ndiqet pas një dushim, ta bësh edhe një email në Ministrinë e Arsimit, mund ta bësh edhe frëngjisht, sepse Ministri i Arsimit është frëngjisht folse, dhe shumë e angazhuar të dëgjoj çdo propozim të ri për Mirela Kumbara në klasë. Okej. Provoje sepse ti do. Po deshes nuk ka derë që s'hapet. Kështu që provoj të gjitha mënyrat për të bashkëpunuar me vendin tënd. Shqipëria është krenare për djemë si ti? Më vjen mirë, edhe unë jam krenar për Shqipërinë. Për zhvillimin e Shqipërisë, do me thonë, sigurisht du me pa Shqipërinë që të zhvillohet sa më mirë. Kjo është, besoj, ajo
është ajo dëshira e çdo shqiptari, domethënë çdo person me origjinë shqiptare që jeton jashtë, do me pa vendin e vet që të zhvillohet sa më mirë, të jetë sa më i pastër, sa më i shkëlqym, se është me një farë mënyre është edhe identiteti jon, domethënë, sepse ne këtu ne identifikojnë me origjinën tonë. Edhe njerëzit pak a shumë krijojnë përshtypje në lidhje me vendin. Si më thonë, në hapjen e parë njerëzit tuaj, francez, gjerman, anglez, simas i shohin njerëzit simas peshës, simas bukurisë të vendit, simas pastërtisë të vendit, domethënë. Kështu që edhe për ne është e rëndësishme që shteti shqiptar, vendi shqiptar të zhvillohet në mënyrë sa më mirë. Edhe besoj pranaj kena edhe këtë dëshirë me u angazhu, domethënë gjithë këtë eksperiencë që kena akumulu këtu, grumullu, se akumulu është fjalë franceze, po që kena grumullu këtu, ta eksportojmë, domethënë, ta dhejmë në praktik në Shqipëri. Shumë faleminderit. Të falenderoj shumë që more pjesë në këtë intervistë, edhe nuk do ndalemi këtu. Do vazhdojmë të komunikojmë në momente kur ka diçka, ke një propozim më të qartë, mjafton të na kërkosh dhe ne ta japim drejtaren dhe ti e bën. Kështu do komunikojmë me të gjithë ata që janë në diasporë, sepse në fund të fundit kjo është arsyeja pse jemi krijuar. T'ju dëgjojmë dhe bashkë të bëjmë një onë e madhe e zërave që flasin shqip. Kudo je ti ka Shqipëri. Faleminderit Hans. Shumë faleminderit Rudina, suksese për emisionin. Të lartë e më lartë shpresoj, edhe suksese gjithë shqiptarëve, domethënë ku do të ndodhin, të diasporës, domethënë në angazhimin e tyre. Shumë faleminderit. Faleminderit. Mirupafshim. Mirupafshim në nuk ka një herë të parë, por pas një dyshime. Njerëzit flasin për herë të parë, jemi të hapur. E di që ka njerëz thonë kam një histori do ta tregoj, mbase s'kemi mundësi për gjitha historitë, po s'ka gjë, tani jemi shtuar në dritare, ka dhe të tjerë gazetarë që dëgjojnë historitë tuaja, sepse nuk ka gjë më të bukur se sa të mundësojmë sjelljen e kontributeve të shqiptarëve, të diasporës në vend. Jemi në një fazë që kemi shumë nevojë për dije. Rruga jonë drejt Bashkimit Evropian ka më shumë se kur nevojë për dijet e shqiptarëve të diasporës. Shqipëria tjetër ka nevojë shumë për shqiptarët e diasporës. Edhe do të thosha shqiptarëve këtu të mos kemi frikë se nuk do na zën vendin. Ata do vinë dhe të krijojnë vende të reja pune në këtë vend dhe mundësi të reja për ne që jemi këtu dhe për të tjerë që do vinë, shqiptarë apo jo. Përveç se të hapësh syt, mendjen edhe zemrën ndaj dijes, nuk ka një mënyrë tjetër për të zhvilluar për gjatë, them, se kështu rruga pas shkurtra nuk I njohun ato. Shikoni kanal tjetër. Regjistrohu tek Dritare Televizion dhe Rudina Xhunga, na ndiq edhe na subscribe, na u regjistrohu, sepse na duhet kjo gjë. E di që na ndiqni shumë, por ne duam edhe ta bënim në mënyrë formale atë subscribe, sepse po e bët numri dinjitos që po krijohet I ndjekësve tan, do të jetë pastaj një mundësi më mirë për të thënë shumë kujt na ndjek, shisa shumë jemi, që kemi të njëjtën mision. Ti flasim shqiptarëve kudo janë në botë. Prandaj të lutem subscribe, regjistrohu tek Dritare Televizion dhe Rudina Xhunga. Po rritemi shumë, po shkojmë 400.000 ndjekës sa jush. Po do bëhemi edhe më tepër, jam e sigurt. Faleminderit.